Ishte një takim ndërpartijak që diskuton të çështjen e ardhshme të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, jo vetëm. Folëm për gjithë politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, çështjet e sigurisë, çështjet me interes të përbashkët. E falenderova për përfshirjen edhe të buzqetit komunës Prishtinës në buzqetin qendror. Zotuam për çështjet të marrëveshjeve ndërkombëtare me interes për Republikën e Kosovës. Por në përgjithësi folëm pra për çështjen e ardhshme, më të rëndësishme të presidentit dhe afatit kushtetues që po na rrjedh. Janë më pak se 10 ditë, përkatësisht 9 ditë deri tek zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Dakordimi i përgjithshëm është se janë vetëm dy rrugë përpara. Para është që duhet ose konsenzus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsenzus politik duhet ndërtohet në këto 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Pra marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit, dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Koventit të Kosovës. Mbetet të takohemi në ditët vijim për të parë njërin prej këtyre dy mundësive që kemi përpara. Ka hapur për një marrëveshje koalicioni, do të thotë me vendosin? Pra, u dakorduam që dy rrugë janë përpara, ose konsenzusi politik, ose një marrëveshje politike mes dy partive politike për çështjen e presidentit. Nuk përmendëm emrat, folëm për parime, folëm për shtylla potencialet të zgjedhjes së çështjes jetike të zgjedhjes së presidentit dhe shmangjes së zgjedhjeve të parakohshme. Do të jeni pjesë e procesit zgjedhjes së presidentit zotëria Ligjikut, pjesë e procesit, pra jemi pjesë e procesit. Ky takim është pjesë e procesit. Brenda seancës konstitutive, kam thënë, do të ofroni ndonjë kandidaturë për të mundsuar sadopak edhe votimin ndonjë. Po shoqërojmë ose dy rrugë, po ju njoftoj, dy rrugë janë përpara. E para është konsenzusi politik brenda partive politike të Kosovës, dhe e dyta është marrëveshja politike mes partive, në këtë rast mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendosje. Për të gjitha rastet duhet së paku 2/3 e deputetëve. Do diskutojmë, por këto janë tani në vitin 2024 bashkëshortja juaj ka hapur një kompani për tregtim të rrymës, konkretisht me emrin Ampera SHPK. Na tregon si po shkojnë punët. Jo, nuk ka kompani tregtimi të rrymës, është pa vërtet. Nuk është e bashkëshortës tuaj Ampera SHPK. Nuk ka tregtim të energjisë elektrike. Çka mirë konkretisht? Është kompani elektrike, po jo për tregti. Është licencë e veçantë, tani mos është kjo. Zotja me Vjosa Osmanit, zotja Digjiku edhe mbështesni atë. Ne jemi të folë për, jemi të folë për proces të konsenzusit. Prej konsenzusit dalin kandidaturat, më pas emrat e përveçëm. Pra njëherë, po tani ne diskutuam për çështjen e presidentit të Republikës dhe për nevojën për 2/3 e votave. Më pas do të flasim dhe për emrat konkret në takimet tashme. Kur do të jetë takimi? Angazhim në qeveri? Edhe një. Marrëveshja politike. Marrëveshja politike nuk kupton dakordim për çështjen e presidentit. Në këtë fazë nuk besoj që kemi interes, as që ka interes në atë drejtim, por gjithçka është e hapur brenda marrëveshjes politike. Por edhe konsenzusi është shumë i natyrshëm, pra çfarë do zgjidhje që na sjell për 2/3 e votave të Koventit të Kosovës. Unë flas në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, natyrisht e flas në emër të gjithë deputetëve të LDP-s. A vjen kjo që ka kalu ai hatërmbetja me Ajvanotin në qeveritari? Shqiptari, ne po flasim për një proces të ardhshëm rreth presidentit të Republikës së Kosovës. Çështjet tjera më pas janë çështje të interpretimeve tona. Ai konstruktiv në bisedime me herën e kaluar gjithmonë është akuzuar që nuk ka qenë konstruktiv në bisedime dhe qoftë edhe në ftesat që i ka bërë Lidhja Demokratike të Kosovës për koalicion. Ishte një takim përmbajtësor për çështje me interes nacional të Republikës së Kosovës, përfshirë dhe çështjen e presidentit. Ishte takim i mbar dhe i mirë mes dy partive politike, një çështje që duhet na përfshijë të gjithëve, jo vetëm neve. Duhet ta përfshijë dhe PDK-n dhe duhet ta përfshijë dhe AK-n. Do ta votoni një disa familjes jashare, Nuk kemi folë për emra, nuk kemi folë për propozime konkrete. Fillimisht pra të zgjedhim rrugën. Janë dy rrugë që duhet të zgjedhim. Ose marrëveshjen politike klasike, ku partitë mes vete bëhen bashkë dhe përcaktojnë presidentin e ardhshëm, ose konsenzusin ku shikohet një kandidaturë përtej marrëveshjes politike. Më pas vinë emrat. Ende jemi herët, ndonse jemi vonë me 9 ditë kohë në shkuarje. Ju faleminderit gjithëve. Por kompanisë na tregova si po funksionon. Tregova nuk është e vërtetë. Po është të funksionua, nuk është e vërtetë.